me ne është i ftuar inxhinieri fizikant, nëse mund ta quajmë kështu, Ermar Metenika. Faleminderit shumë zoti Metenika që jeni me ne dhe që gjithmonë jeni i pranishëm në media dhe jepni një njohuri nga ato që ju dini të bëni më mirë. Përshëndetje Mario, për mua gjithashtu kënaqësi që jam pranë jush për këtë tematika shumë interesante. Herë ne teknologjisë na duken domethënë si kafja e mëngjesit që na çojnë në hiperaktivitet. Për shembull, çfarë ndosë po e them edhe pak për trajt batute. Kemi nevojë ta pim kafen kur lajmin e parë dëgjojmë lajmin e Elon Muskut që do na çojnë Mars? Është diçka interesante, apo ai tjetri fantaksuri Jeff Bezosi që po promovon turizmin kozmik, është diçka domethënë që ne shikojmë, domethënë ku po shkon teknologjia dhe inteligjenca artificiale sot. Çfarë po ndodh, revolucioni i madh i teknologjisë. Ku po shkon inteligjenca artificiale? Unë mendoj që po arrin maksimumin, po arrin limitin. Ajo që po e shikojmë, domethënë pikën më madhore që ka arritur që ka krijuar robotët humanoid. Domethënë robotët prototip njëri, të cilët në rast parë janë shumë të shtrenjtë, domethënë, dhe e dyta që janë sisteme humanoide të cilët imitojnë njeriu. Nuk mund ta themi aktualisht që është identik me njeriu sepse nuk është aq organike, por që të kesh për shembull pikërisht për ne na kujtohet ai lajmi para një viti apo dy vjetësh që u krijua roboti Ameka, goxha i famshëm, që aktualisht ishte edhe interaktive me një fëmijë. E kishin nxjerrë në një ekspozit, domethënë në një showroom, dhe e shikojmë pikërisht pra që ky roboti Ameka, domethënë humanoidi Ameka bën edhe gjestura në fytyrë. Disa të tjerë thonë po si ka mundësi, a mund t'i intersektohet apo mund t'i instalohet empatia në një sistem robotik? Pra është diçka shumë interesante. Ky sistem robotik po ta shikoshim pikërisht pra nga showroomi që e kishin nxjerrë domethënë atëherë kur u prodhu, ky sistem robotik humanoid, shumë origjinal, i ngjashëm i njëri, krijonte dhe bënte edhe gjestura në fytyrë, një buzëqeshje apo lëvizje mimikash, blinkime të syve, që duket diçka shumë interesante. Madje dhe Kina tash kishin nxjerrur pikërisht pra një lajm që u bë goxha viral aktualisht. Më duket se një televizion shumë i njohur atje, disa robot humanoid të cilët kërceshin. Që do thotë me atë lloj shpejtësie, me atë lloj saktësie, domethënë është për të çudit. A mund të zëvendësoj njeriu? Kjo është një pyetje faktikisht që ne duhet të jemi shumë të sigurt që nuk na zëvendëson dot. Sepse gjëja e parë dhe kryesore është inteligjenca artificiale, sigurisht është domethënë sistem, mund ta them unë, është një koncept që ne po na ndihmon në punën tona. Pra në çdo profil, në çdo sektor ne po i zgjidhim punët shumë kollaj, po na zëvendëson në mënyrë indirekte, që do thotë pikërisht pra nuk mund të lodhemi më shumë se që jemi lodhur para 20 vitesh, domethënë ndërkohë që inteligjenca artificiale, teknologjia aplikuar në vende të ndryshme, në sektorë të ndryshëm, po krijon produktivitet shumë të mirë. Për shembull, çfarë ndodh? Le të marrim për shembull rastin në sektorin shëndetësor. Do kapim edhe raste të tjera. Në sektorin shëndetësor sot, pikërisht pra aplikimi i teknologjisë në shëndetësi ose inteligjencë artificiale në shëndetësi po bën të mundur në rast parë saktësinë e proceseve kirurgjikale. E dyta, koha rehabilitimit të pacientit është shumë e shpejtë, që do thotë një pacient hyn në kirurgji të vështirë sot e del po nesër. Aplikimi i industrive në farmaceutik po ndikon gjithashtu edhe në rritjen e moshës mesatare, domethënë të qytetarëve. Kjo është ajo që ne shikojmë, aplikimi i telemjekësisë, diçka, një koncept shumë i rëndësishëm për të diagnostikuar pikërisht pra në distancë një pacient që ka një problematik akute ose jo akute, nga një mjek real në rrugë virtuale, pra me anë të botës së IT-s. Aplikimi i inteligjencës artificiale në botën e IT-s, në sektorin e IT-s, po bën pikërisht për mrekullira, sepse unë faktikisht si eksperti i IT-s para shumë vitesh, lodheshim shumë për të konfiguruar një server, për të updateuar, për të instaluar një sistem operativ, po them unë Linux etj, ndërkohë që sot çdo gjë është automatike. Sot domethënë mjafton zgjidh punë shumë shpejt. Madje çuditshme është që ne më kujtohet koha në fakultet atëherë në vitet 2005, 2004, 2005, 2006, kur faktikisht në profilin tim ne kemi bërë shumë matematik, shumë fizik, domethënë një informacion gjëre gjatë i pamundur ta mbaj mend, dhe duhesh pikërisht pra gati një gjysmë orë për zgjidhje një ushtrim shumë të vështirë, pra një ekuacion apo formule të vështira të komplikuara. Ndërsa sot me anë të AI-s mjafton të fotografon ekuacionin e uploadon pikërisht pra në ChatGPT apo në një Copilot që unë e përdor. Fiks është kthyer si shoku im i ngushtë ky Copilot, sepse për çdo informacione që kam më nxjerr të panjohura, më nxjerr arsyetime, më nxjerr informacione të ndryshme për zgjidhur punë, dhe shikojmë që për pak sekonda e zgjidh problematikën. Pra një ekuacion shumë të vështirë në fizik, në matematik, duket domethënë që inteligjenca artificiale është kthyer në ka hapur një kapitull të ri të jetës.
po na zëvendëson në mënyrë indirekte, por asnjëherë domethënë nuk do jetë totalisht që të na zëvendësoj në inteligjencën natyrale, por është kthyer një instrument shumë i rëndësishëm për punët tona. Shikojmë në botën e multimedias, në graphic design, aplikacione të ndryshme, software të ndryshme, të cilët pikërisht pra gjenerues videosh po bëjnë çuditëra. Pra ne shikojmë pikërisht pra diçka që po avancon më së miri dhe diçka që po na leton punën në çdo sektor. Por ideja dhe kryesore është që inteligjenca artificiale ka dhe disa side effect ose efekte anësore, për shembull. Që janë? Dembelizmi është i pari, që do thotë nëse unë për shembull fjala vjen e gjej zgjidhjen për një kohë të shkurtër, do thotë që unë nuk po e vras trurin fare e themi shqip apo mendjen, ndërkohë që inteligjenca artificiale po e vret mendjen për ne. E dyta, problematika me në oftalmologji, pra në optik. Fëmijët vegjël sot duke përdorur telefonat, duke përdorur rrjetet sociale vazhdimisht që 1 vjeç që 2 vjeç i bëjnë scroll telefonit, shfaqet sëmundja e miopis, gjatë të cilës je në mënyrë mandatore dhe të kategorike duhet vendosen pikërisht pra syze, pra të cilët janë syze për miopin. Tjetër gjë, në fizioterapi, në postura, duke pasur parasysh që koka gjithmonë qëndron në ulur poshtë, shkaktohen probleme me cervikalin apo dhe me lumbarin. Pra problematika me shtyllën kurrizore që do e detyrojnë pikërisht pra një njeri i cili rrit tërkohën, navigon lart e poshtë, gjëre gjatë me AI-n, të shkojnë në një fizioterapist apo dhe më keq, që të shkojnë në një ortoped. Pra ideja është që ekzistojnë disa problematika për shembull dhe në aspektin psikologjik. Sot të ri, domethënë duke u pushtuar nga informacione të ndryshme në rrjetet sociale, janë bë pronë e tyre, saqë arrin pikërisht pra një moshë delikate adoleshente apo dhe më të vegjël, që kujtojnë domethënë ose ideojnë sikur Instagrami është jetë reale. Pra shikon, ekzistojnë disa koncepte, disa pika që realisht inteligjenca artificiale duhet mbajtur në kontroll, në sensin që fjala vjen të përdoret aq sa duhet për një zgjidhje, për një problematik në profesion, për një të panjohur, për informacionet që jemi të paqartë, dhe i diku pikërisht pra po e bën punën e vet. Pra unë e përmenda që është kthyer në shokun ton digjital, gjatë të cilës në binjakun ton digjital, gjatë të cilës është suportive, por jo të na zëvendësojë në mënyrë në mënyrë totale. Madje unë dëgjoj për shembull, sepse ishte një lajm i fundit që ishte bërë shumë viral në mediat e huaja international, lidhje me empatin. Domethënë, a mund të ketë inteligjenca artificiale empati? Unë këtë mund ta konsideroj pikërisht pra empati artificiale, sepse sa herë për shembull fjala vjen, unë hap telefonin në mëngjes dhe shikoj një informacion, menjëherë Copilot aplikacioni më thotë mirëmëngjes Ermend, si u zgjove sot? Ose cili është plani yt për sot. Pra duket sikur krijon një lloj interaktiviteti. Kjo tregon azhurnim dhe zhvillim të softwareve, gjatë të cilës të bëhen sa më interaktive me njeriu. Një tjetër gjë, domethënë, sepse unë edhe për batut kam marr për të bërë atë krahasimin apo na zëvendëson inteligjenca artificiale apo jo, ta kemi gjithë, domethënë, të sigurt që inteligjenca artificiale asnjëherë nuk do jetë organikisht si inteligjenca natyrale. Inteligjenca natyrale është ajo që atë trigger, pra pas debatën e ne, ndërkohë që më pas inteligjenca artificiale vazhdon punën në mënyrë automatike. Ja, për shembull fjala vjen, se rriçi për batut e kemi, këtu unë kam marr pikërisht pra trurin normal të një njeriu, se gjithmonë i mbaj me vete këto, dhe trurin elektronik. Madje kur kujtoj trurin elektronik, pra këto mikrokontrollerat, mikroprocesorët apo mikrochipet, kur kujtoj pikërisht pra trurin elektronik, më ka bërë përshtypje një film që kam pas qenë që i vogël, sepse ideja e teknologjisë e inteligjencës artificiale ka qenë shumë e hershme. Shumë filma janë krijuar nga Hollywoodi dhe konsideroheshin fantastiko-shkencor. Kurse sot kemi Silicon Valley që po i ekzekuton, pra zemra e teknologjisë globale në Amerikë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shikoshin pikërisht pra një film truri elektronik, një student i cili do futej në provim, mirëpo këtyre pedagogëve u dukej çudi, sepse kishte një tezë edhe të tjerët u donin më shumë se njëri ta zgjidhte ai për 5 minuta apo 10 minuta zgjidhte tezën. Edhe menduan të provoshin pikërisht pra se çfarë është ky, domethënë që i zgjidh kaq shpejt. Pasi i bën një kontroll cerebralit, pan pikërisht pra që truri i tij nuk ishte normal, por ishte truri elektronik. Edhe filmi e kishte titullin atëherë Truri elektronik. Një tjetër film fantastik që është krijuar në ato vite, ka pas qenë edhe filmi me Al Pacino, Simulation 1, pra një avatar shumë interesant, bashkë e programuar në një hologram, gjatë të cilës ata krijuan një aktore shumë ideale, domethënë me një vokal të papar, që atraktoi një publik globalisht, ndërkohë që njerëzit kur kërkoshin ta takonin nuk po e gjenin se ku ishte.
besoj e mbaj mend këtë filmin Simulation 1, që u thoshte Al Pacino, por ishte Simon. Që do thot një kod kompjuterik, i cili ishte i instaluar në një sistem holograme që ty t'jepte idenë se kur ai ishte një këngëtare origjinale, njerëzore, që po jepte një shfaqje, po këndonte. Filmi i dytë që mbaj mend fëmirin time, dhe një film të tretin që më kujtohet Bicentennial Man, pra njeriu 200 vjeçar. Nuk më kujtohet emri i aktorit, por që pra imagjino çfarë ka bërë Hollywoodi në atë kohë. Domethënë Shtetet Bashkuara të Amerikës gjithmonë heste disa hapa përpara, ndërkohë që ne na dukeshin si të parira, ishin shumë fantastike. Ky njeriu unë mendoj që deri diku po, Mario, sepse kur krijosin ato robotët humanoid në këtë filmin e tretë që unë kam qenë i fiksuar, njeriu 200 vjeçar. Pra, nga një sistem robotik u kthye në një njeri. Edhe termat humanoid përdorshin që atëherë, që në vitet 60, që në vitet 70, ne nuk i njihnim, kurse sot janë krijuar humanoidët. Ja, përmendëm humanoidin Ameka që u kriju para 2 vjetësh, apo Elon Musk tash me këto lajmet e fundit me humanoidët Tesla, që thot do ketë më shumë se 1 miliard humanoid në të gjithë botën. Po çfarë do të bëjnë? Shiko. Humanoidët do jenë të shpërndarë në ke bërë një pyetje shumë të mirë, interesante në lidhje me këtë, por humanoidët domethënë japin dy mesazhe. Mesazhi i parë tregon aspektin komercial se ku po shkon sot AI-a, domethënë duke krijuar një sistem humanoid do thotë që kompanitë e teknologjisë kërkojnë që të përafrohen pikërisht pra qenies njerëzore, dhe e dyta humanoidët do përdoren edhe për punë të rënda. Domethënë në sektorin e ndërtimit deri diku, apo në pesha, në industrinë e automobilave, në industrinë e elektronikës, dhe janë krijuar. Kjo është gjë më interesante. Sot mund të krijosh avatarë që mund të flasin, mjafton të ke një fotografi dhe ti ja uploadon aty edhe të krijon, domethënë të gjeneron video me AI që ne nuk i njihshin atë kohë. Edhe vërtet po na duket edhe në teknologjisë na duket goxha impakt, domethënë goxha gjë interesante. Mendoj që ekzistojnë faktikisht, se shpesh themi apo na zëvendëson, apo nuk po na zëvendëson, duhet jemi të sigurt që inteligjenca artificiale nuk na zëvendëson 100%, sepse asnjëherë nuk do e ketë atë logjikën organike që ne themi me laps dhe letër, me këmbë tokë për të bërë gjërat, por që truri elektronik është shumë më i shpejtë se ne. Truri elektronik deri diku nuk gabon, sepse është gjuhë matematikore, gjuhë algoritmike. Nëse njeriu mund gabojë, inteligjenca artificiale nuk gabon. Por ndërthurja midis dy inteligjencave, pra inteligjencës natyrale që jemi dhe trurit elektronik, inteligjenca artificiale, nëse i përdori më së miri, bën çuditëra. Pra bën gjëra të mëdha. Pra produktiviteti është fantastik. Erman flitet shumë për një hotel hënë. Çfarë dihet për këtë? Turizmi kozmik. Faktikisht zhvillimi i teknologjisë sot ka hapur një front të ri. Kjo filloi pikërisht pra që nga konkurrenti Elon Muskut, Jeff Bezosi, që dërgoi jashtë planetit blu, pra jashtë orbitës, një grup vajzash, përfshirë Katy Perry të dashurën e vet, sa do doja unë e marrja të shkoja dhe unë ta shikoja atë planetin blu, nga atë bukurinë e planetit blu jashtë orbite, domethënë, është gjë fantastike. Por ishte dërguar më duket 5 minuta apo 10 minuta kohë neto, që do thotë pasi kapsula apo anija kozmike është ngjitur, për ta vizituar për të kthyer prapë. Sot një kompani, një startup, kompania amerikane GRU Space, domethënë, planifikon që për 5 vjet apo për pak më shumë të ndërtojë një hotel në Hënë, e kishin nxjerrë këto mediat e huaja në fakt. Edhe çmimi ishte shumë i kripur, pra të shkosh të shijosh një natë në Hënë për një çmim për $1 milion apo $1 milion është diçka shumë madhore. Por me sa shikojnë zhvillimi i teknologjisë, inteligjencës artificiale ka target miliarderët. Pra, për ata po zhvillohet më shumë. Një lajm që bëri buj globalisht, një hotel shumë fantastik. Shiko, për të ndërtuar një hotel në Hënë nuk është e vështirë, por faciliteti, transporti, domethënë i materialeve, mobilimi, domethënë edhe pajisja me sistemin e oksigjenimit, domethënë stafi mjekësor që duhet jetë atje është goxha kolosal, domethënë, se për ta ndërtuar si facilitet apo si strukturë bën, por që nuk është vetëm kaq që një hotel luksoz ka shumë kosto, prandaj siç duket ato kanë vendosur një çmim të kripur, e thoshte minimalisht $1 milion. Madje unë kisha parë edhe në media tjera që kishin filluar prenotimet e para, që prenotimi ishte prej një pagese prej $250,000. Erman, gjëra interesante që inteligjenca artificiale ka si target të pasurit miliarderët. A do shtoj inteligjenca artificiale më shumë miliarder në të ardhmen?
Mendoj që po. Inteligjenca artificiale e teknologjia sot po ndihmon në sektor të ndryshëm, por që ai që do e përdori ose ai grup apo ai klan njerëzve që do e përdorin në mënyrë sa më efikase inteligjencë artificiale, duke përmendur Elon Muskun këtu, pra pioneri i teknologjisë që mendohet bëhet trilioner i parë në gjithë botën, do thotë që ka krijuar një miliarder. Por unë kam konsideruar si treshja e Bermudeve Elon Musk, Bill Gates dhe Jeff Bezos që vazhdimisht hulumtojnë me të rejat më të fundit, me inovacionet, që domethënë është diçka që mua më pëlqen, por që shpeshherë dalin disa informacione të ndryshme që bëhen virale lidhje me ai që edhe në teknologjisë herë jemi dhe skeptik. Për shembull, fjala vjen siç flitet për një sistem robotik që placenta artificiale apo mitra artificiale është një gjë që edhe për ne është shumë e çuditshme, domethënë. Çfarë është konkretisht? Është një sistem, një kapsul, gjatë të cilës pikërisht pra rritet foshnja sipas kompanisë Ectolife amerikane. Këto janë në faza projektimi, faza startupi, kuptohet, një grup shkencëtarësh, inxhinierësh gjenetik, inxhinierësh mjekësor, mjek, domethënë kirurg, profesionistë etj. Po krijojnë pikërisht pra një kapsul qelçi ku brenda ndodhet lëngu amniotik, që të rritet foshnja për 9 muaj, domethënë me kushtet më optimale. Por ideja është që kjo është një ndërthurje midis procesit in vitro, logjikisht, me sa kuptojmë ne, sepse ato nuk japin shumë informacion, me rritjen e fëmijës në kapsul. Pra imagjino pikërisht pra që kjo kapsul të zëvendësoj placentën natyrale të nënës, domethënë ku të rritet fëmia. Kishte një sistem shumë komplikuar, sepse të ndërtosh një placentë artificiale është një sistem robotik automatik shumë i vështirë, shumë i komplikuar, me bioreaktor që njëri nga bioreaktorët është sistemi nutricionizmit, pra i të ushqyerit të fëmijës, dhe bioreaktori tjetër është drenazhi i mbetjeve etj. Dhe sipas kësaj, fëmia ose fetusi do ishte i lidhur pikërisht pra me kapsulën e qelçit me anë të një kanali umbilikal artificial. Është sistem shumë i vështirë, këto kanë hedhur, me sa kam lexuar dhe unë pak a shumë si një startup. Shohim sa do arrijë, unë ndihem shumë skeptik. A do kemi në këtë rast një fëmijë normal apo një mutacion njëri? Jo, kjo faktikisht fakti që është fillon me procesin in vitro, edhe më pas fëmia rritet për 9 muaj në kapsulën e qelçit, është një fëmijë normal sigurisht, sepse kjo teknologjia dhe shkenca shëndetësore, mjekësore këtë po arrin të bëjë, domethënë. Por që për të arritur që të mbaj një fëmijë me kushtet më optimale për 9 muaj, madje aty e tregonte që prindërit, të cilët pikërisht pra i kishin hyrë kësaj procesi, do t'i hyshin këtij procesi studimor, mund ta merrshin edhe kapsulën e qelçit me veten në shtëpi. Pra, janë sisteme robotike Mario që edhe ne të teknologjisë na bëjnë skeptik. Lajme të ndryshme, prandaj thashun që edhe ne teknologjisë ndonjëherë nuk e kemi nevojë për kafen e mëngjesit, se shikojmë lajme të ndryshme, informacione të ndryshme dhe na duken vërtet çuditshme. Jo më pikërisht për të tjerë të cilët nuk janë pjesë. Flitet shumë për profesione që do zëvendësohen nga inteligjenca artificiale, të cilat janë më të rrezikuara, dhe a duhet të trembemi për të ardhmen? Jo, absolutisht. Shiko, ideja unë e përmenda pak a shumë, inteligjenca artificiale është një instrument shumë i rëndësishëm që vazhdimisht po zhvillohet masivisht dhe duket sikur po na zëvendëson në mënyrë indirekte. Që do të thotë për shembull, sot në kompanitë elektronike, në kompanitë automobilave nuk ka staf shumë të mas punojësish, por ka një staf punojësish që janë overqualified, ato që janë ekspertët shumë të mirë në programime etj. Dhe pjesën tjetër e bën sistemi robotik, krahët robotik prodhimit. Mendoj që është kthyer pikërisht pra si asistenti ynë më i rëndësishëm. Pra për çdo pyetje, për çdo informacion, ne kërkojmë, na jep në mënyrë të shpejtë për zgjedhje të ndryshme në botën e IT-s, në botën e programimit, në fushën e bioteknologjisë, por që ta zëvendësoj jo. Disa profesione sigurisht janë më të prirur që mos zëvendësohen nga inteligjenca artificiale. Le të marrim unë jam i pari herë që rrezikoj të zëvendësohem, një inxhinier biomjekësor, Ermandi, sot ka dalë një Ermand ai që mua do më nxjerrin pension. Ndërkohë, mjekët për shembull, absolutisht inteligjenca artificiale nuk i zëvendëson dot, sepse një mjek i cili bën një shkollë për 10 vitesh për shir specializime etj, si mund ta zëvendësoj ai një mjek? Apo të bësh kirurgji vetëm me kirurgun digital me një sistem robotik, por nuk patë një kirurg që ta menaxhoj? Një profesion tjetër, infermierët, e pamundur që të zëvendësohen.
psikologët, nuk mund të kemi një psikolog digital që të jetë shumë efektiv tek një pacient. Duhet patjetër një psikolog i cili pikërisht pra është një psikolog ose neuropsikiatër që të zgjidhja me argumenta të ndryshme ndaj një pacienti, pra të japi argumenta të cilët janë të vlefshme. Profesioni i hidraulikut është e pamundur të zëvendësohet. Një elektricist i talentuar është e vështirë të zëvendësohet. Logjikisht na shkon mendja që nuk mund një AI, një sistem robotik nuk mund ta bëj punën e një hidrauliku. Tjetër gjë, një gazetar apo një moderator shumë talentuar është e pamundur që inteligjenca artificiale ta zëvendësojë, sepse një gazetar dhe një moderator i talentuar e jep lajmin me emocione, me ndjenja, duke atraktuar pikërisht pra publikun apo ndjeksin, ndërkohë që inteligjenca artificiale ka vetëm një formulë. Është precize, është e sakt, nuk gabon gjuhë matematikore, por formulat kesh një gazetar digital që t'ja bëj të flasi, edhe ato që do e ndjekin lajmin pastaj do jenë robot. Logjikisht se po bëj diçka për batutë, por që është e pamundur të zëvendësohen. Këshilluesit e biznesit ose këshilltarët në administrata nuk mund t'japin një logjik shumë, nuk mund t'japin pikërisht pra një inteligjencë artificiale nuk mund t'japin një logjik si një ekspert në fushën e ekonomisë. Pra ekzistojnë në përgjithësi në të gjithë profesionet është e pamundur që të zëvendësohemi totalisht. Që do thotë thjesht na suporton në punën tonë, do thotë po na bën dembel. Bota e introvertizmit është një koncept sot që po rritet vazhdimisht. Jemi bërë unë dhe telefoni, unë edhe tableti, unë edhe laptopi, unë dhe shoku im i ngushtë digital, ndërkohë që kemi humbur atë konceptin social si para 20 vjetësh, ajo shoqëri që Dhe një pyetje të fundit Ermand, shpresoj shumë të jemi preciz duke qenë se jemi edhe në limite kohore. Besoj që e keni lexuar librin e shkruar nga shkrimtari Ben Blushi, Parajsa Artificiale. Ai flet për një të ardhmen në një botë që do të jetë tërësisht nga inteligjenca artificiale me botë metaverse dhe robotët, ndërkohë që njerëzit thotë ai do të jenë më shumë të papunë dhe të endur pas pasioneve të tyre, leximit, shkrimit, artit. Si e shikoni? Është faktikisht drejt asaj bote po shkojmë, drejt atij rrugëtimi. Koncepti do me thënë që unë e përmenda pak a shumë introvertizmi do na kthej do me thënë në pra që të merrem me gjërat tona. Pra duke u larguar pikërisht pra nga ai koncepti social. Sigurisht tashi botën nuk po drejtojnë robotët, por deri diku inteligjenca artificiale po bën bumin në çdo sektor e përmenda. Kështu që është një libër fantastik, unë nuk e kam lexuar realisht, por që kam dëgjuar dhe do kisha vërtet dëshirë ta lexoja. Faleminderit shumë. Kënaqësi për mua marrë që isha pranë jush.